Unë kam edhe një pyetësor të shkurt për ty. Ta ndrojmë pak atmosferën. Qëndron natën pa gjumë ti kështu shpesh si artiste? Kur ke qëndru për herë të fundit pa gjumë gjithë natën edhe pse? Po na artistat, vërtet, unë jam këngëtare që do më thonë sezonën e kam të stërmbushur me koncerte edhe jashtë sezonës tash mësohet gjumi, sepse kemi na këngëtarë, kemi gjithmonë koncerte, kemi punën tonë, ose shkojmë në një studio dhe duhet me ndajt ma gjatë për me inqizu, ndoshta nuk del mirë me inqizu prap, por nuk flaj shumë herët. Nuk flen shumë herët, okej. Kur ka qenë hera e fundit që dikush të ka thënë je shumë e rëndësishme për ato? E rëndësishme për njerëzit që kanë rëndësi për mu. Njerëzit që kanë rëndësi për mu, ma thonë. Kush ta ka thënë i fundit? Familja ime. Familja? Okej. Kur është hera e fundit që mësove diçka të veçantë për vetën, diçka të re që the, okej, këto, se pas këm ditë që e kam brenda me e? S'po di se... Ne befasojmë vetën gjithmonë për disa... E kom studiu vetën mirë. Edhe... Nuk befasohesh? Jo. Jo. S'po di qka me gjetë diçka vetës që e kom zbulu kohën e fundit, diçka për vetën që se kom ditë ma herët. Okej. Do shta me kohën. Me kohën. Faleminderit shumë. Sa personave o ke bë blog në Instagram? A ju a bën blog në Instagram njerëzve? S'po më kujtohet, po... Ka disa. Na këngëtar duhet kemi edhe komentet këshia, është e vërtet, po mendoj që kur ja bën dikujt blog, duket si kur po të dham. Që pse me bu blog? Nuk ja bën? Jo. Okej. Kur është hera e fundit që ke dalë në treg me ble pemë perime? Unë e dalë, nuk e kom problem. Dalë. Do me thonë del shpesh? Po. A shtyhesh kështu këto ma të mira, apo i du ma të kuqe mollat? Jo, jam te pak i but, jo. Okej, do me thonë lete ka i shqitë si me ty. Nëse, e din se i ke veç 5 minuta jetë, ka ne merë në telefon edhe qka i thu? Pa dyshem, prente me mamin, babin, motrën, vla... Ja, veç një? Veç një? Mamin edhe ama veç edhe pak babin të fulli. Okej. Kur është hera e fundit që e ke pastru banjon? Shpesh. Unë jom kogja vezvesën pastërti edhe banjon, dhumën tam, se kom problem. Do me thonë, goce shpis, faleminderit shumë. Cila është sfida e fundit me cilën je përballë në jetë? Sfida e fundit, e tregova, ka qenë sfidë për mu kur më ka vdek gjyshja, jo mërzit shumë rësëll. Me thënë, ajo është një sfidë e fundit dhe një mërzi e fundit. Një sfidë dhe një mërzi... A ki telefonin këtu asë e ki? Jo. A guxojmë me marrë telefonin? Sa? Po më intereson, diçka është një lloj sfide. Telefonin tëmë, telefonin është personal. Po nuk ta prekim na telefonin, veç kërkojmë një sfidë, për shembull. Hajde gjej telefonin. A ma bini telefonin? Cilin e përdor më shumë për komunikim? Instagramin a WhatsAppin? 15-15. 15-16 u bo. Ta shu bo 16, po une e nëzuna 15-15. Një mesazh nga universi, po mendoj që po. Okej. E atëherë, kanë dhe përdor më shpesh? WhatsAppin apo Instagramin? Po për me bisedu me familjarë ose me shoqni, WhatsAppin normal. Instagramin më shumë për punë. Okej, atëherë përshkojmë të WhatsAppin. Thuaj një numër nga 1 deri në 10. Një. Një? Po. Okej. Kush është personi i fundit që të ka shkrua dhe çka të ka shkru? Suela, shoqja ime që është make-up artiste në shumë e mirë në Tiranë. Okej. Edhe kam edhe shoqe, flasim kështu vazhdimisht për të rejat e mia, për... Çat pas ka shkru? Mesazhi i fundit. Mesazhi i fundit, ja kom dërgu një story që kam hedhë që kam marrë këto.
Okej, do me thënë pështove kollajt, sa u tuta edhe ti. Jo, së tuta, Se telefonin të ke. së tuta, s'kom absolut kur gjo për më tutë. Okej, e përshëndesin Suelen.